Atë ditë të fund nëndorit, erdhi Ervini të mori. Të përcollë deri ke porta, të ngeli peng, se nuk të takoj motrë. Mirë zgjeqo nami, më tha, kthehem nesër në sabah. Po ne pritëm të nesër, ti nuk erdhe as të pas mesë. Në pas 9 ko bizi, nuk dëshiroj të di. Do të jemi shprej dhe sa të vdes. Por kam shprej se jesh gjallë, se zemra ashtu më thotë. Do këtë nëllë mrekullia e ratë, se shdo gjonë ndodhë në botë. O lotë si rëtë mi, më një mrekulli, më një modhi madhe zotë, se nuk përduroj më dotë. Të premten e kaluar 19 shtator 2008, gjatë natës së parë të emisionit Njerëz të humbur, u ritrajtua rasti Brunilda Allës. Që nga dhjetori i vitit 1996, fati i Brunës ka luajtur mes shpresave dhe shgënjimeve. Ato që dim janë vetëm dëshmi kundërthënëse. Dikush dëshmon se është mbytur në kanalin e Otrantos në tragjedinë e 1 dhjetorit. Dikush tjetër e ka parë një kronik lajmesh në një televizion italian. Vite më vonë pohojnë se e kanë parë në rrugët e Milanos. Në 20 shtator të vitit 1995, Brunilda Alla fejohet me Ervin Priftin. Deri në fund të muajit nëntor, fejesa me disë dy të rinjve vazhdon pas një problem. Të martën e 28 nëntorit, Ervini shkon dhe kalon natë me familjen e Brunildës. Të nesërme në mëngjes, ku po largohej, Ervini kërkoi që Brunilda të shkonte me të, sepse kishte për të bërë disa rregullime në shtëpinë e tij. Për 2 ditë me radhë, Brunilda nuk kthehet në shtëpinë e prindërve të saj. Me 2 dhjetor, familjarët e Brunildës vjenë nga mediat italiane se një gomone me klandestin shqiptar në bord ishte mbytur mbrëmjen e 1 dhjetorit. Në vitin 2003, Elvira Dones, një noveliste dhe një producente dokumentarësh, regjistron një dokumentar për trafikimin dhe prostituimin e vajzave shqiptare, të titulluar Duke kërkuar Brunildën. Në ato dokumentar, rasti Brunildës është rasti kyç. Një telefonat anonime e bërë gjatë emisionit ndërpret rrjedhën normale, duke na lënë të gjithëve pa fjalë dhe me plot dyshime. Një vajzë që pretendon se është Brunilda Alla kërkon të flasë me të ëmën. Jeni Brunilda? Dëshiron të flasësh me nën mamin, po patjetër, që të lutem qëndron në linjë Brunilda. O këtë që mami? Brunilda Alla je! Brunilda Alla! Brunilda Alla je! O këtë që mama, ja ku je mama? Foli babi, thuet. Atere, e kam mbyll telefonin, do vi në shtëpi, e mbylli. Kjo bisedë e shkurtër ngjalli edhe një herë shpresën se gjetja e Brunës ishte thjesht çështje kohe. Ishin këto pak fjalë që e shuan gjumin në familjen Alla dhe mbollën hamendjen në ëndrat e tyre. Faktikisht na ka dhënë shumë krah, na ka dhënë shumë shpresë. Po, a do shkojë kjo shpresë deri në fund? A do na gëzot shpirti plotësisht? A do na qetësoj gjendjen shpirtërore? Kisha shpresë, kisha dhe frikë. Gjithkush ku më ka thonë, kush më ka thonë, nuk është mbyt, jo, ajo është gjallë. Më përgjigjet e si më zë, si për në gjoj një zë i brendshëm, ajo është gjallë, më mungon shumë, më mungon jashtë masë. Kam 13 vjetë që lajmë, me lotë gjithë trullin tonë. Megjithse familjarët e shihnin me sy të shtrëmbur këtë lidhje, Brunilda kishte bindjen se ishte dashuria e jetës së saj. Dashuria e cila do t'i jepte gëzimin e një jete të lumtur familjare, një ëndër e thjeshtë dhe e shtrenjtë për çdo. Fatkeqësisht, po ajo dashuri e ftoi në një udhtim që arrëmbeu atë ëndër, familjen. Ajo donte shumë atë. Shumë. Pa të rritë, më tha, atë dhe s'ka një burë, kam burë, jetë. Si do që t'jep, edhe ma e edhe s'ka tjetër. I pa të thonë, kujdes mami, se shdo gjo në ngjarje po ndodhi kudo. Kujdes, vere e mirë. Jo mami, tha, është një mirë, tha, vetëm jo është një frikë. E shkuara në Grenmuret ku e tashmja jeton. Një mësim i hidhur, por që familjarët e Brunildës e din fort mirë tashmë. A do mundi Brunilda t'i kaloj ato mure që e rrethojnë në labirintet e së shkuarës?
E presim vëzë dhe pret motra, e pret mamaja që po derjet. E presim të gjithë.